Ti ke bërë vllaj të madh, një kërkesë të pazakontë. Në pjesën e parë nuk u përfshi shumë. Me besimin të. Në të dytën, krejt diskutimi u kthye ka ajo. Kësaj në Prime-in e 24 u mësua se Alba pati një kërkesë të pazakontë për vëllaun e madh. Por para se të zbuloj ajo se çfarë Alba kërkoi, banorëve e krejt shikuesve të Klan Kosovës ju paraqet një klip për besimin e saj në Zot. Në fuqinë e Zotit, në destinimin që të ka besu. E me një herë pas kësaj, u shfaq edhe video ku Alba kërkoi të mbulohej. Shumë e lumtur, edhe në paqe, se e di që jeta ime do ndryshoj. Mbulesa është pjesë e rrugtimit tim të jetës. Ky vendim u diskutua edhe nga opinionistët Leonora Jakupi e Valdrin Sahiti. Të mendoj në asnjë formë që Alba po e bën këtë për lojë. Nuk dua të besoj. Ka që qetë kundrejt kësaj teme nuk ishte Leonora. Do mbulohesh apo do vesh shami, sepse janë dy gjëra të kundërta. Ajo ngriti dyshimet se Alba këtë e ka strategji për lojë. Atëherë Alba, nëse ti vë mbulesën dhe nuk di të falësh namaz, këtë po e bën për lojë dhe nuk dua fare ta besoj. Fare. Sepse nuk luhet as me Zotin, as me fenë islame në këtë formë. Sinqerisht, dhe jo në këtë pikë të lojës. As banorët nuk e besuan. Alba nuk besoj për shkak që ti e kone vedishme o vlla, po din këtë gjeste që i ki bo dhe sot. Pas këtij diskutimi, dinamika ndryshoi e banorët e morën vesh që në shtëpinë më të famshme në vend do të ketë dasëm. Çifti fitues përmes votimit 24 orësh në Instagramin e. Pjesa tjetër e këtij spektakli ju rezervua tregimit të jetës së Elionës, e që rrëfimi i saj pushtoi emocionet e të gjithëve. Me thonë, pri anës familjes teme, babi e ka hap. Aty tani u vendos që kam e ndru familjen, kam e shku ma afër familjes teme. Kur rrëfeu historinë e saj, vëllau i madh pati një befasi për të. Asaj në vizitë i erdhi babai. Nata mbyll me eliminim, ku publiku përmes votës vendosi që ta nxjerrë jashtë shtëpisë kushtrimin. Mos u ngocni në mia vetë. Kushtrim të presit në studio. Por dyert nuk u hapen veç për të. Kjo pasi që pas Prime-it u mësua se edhe Alba ka vendosur të jap fond rrugëtimit të saj dhe me vetë dëshirë të dalë jashtë shtëpisë. Ndërkohë kur gara po shkon drejt finales, rrugëtimin e banorëve të mbetur në super spektaklin Big Brother VIP Kosova 4, shikuesit mund ta ndjekin në Art Motion, Digital, Treng Kujtesa, Nimi TV dhe Alp TV.